Përshëndetje, jemi në zyrën e Patronato Inas Qizlit, ishte një koincidencë që u grumbulluan që të gjithë në njëjtin orar. Po bëjmë pensione, po nisim me zonja Milda që do bëj kërkesë për pension shqiptar sepse ke moshën 61 vjeç e sa muaj? 60. Ke punuar në Itali dhe po bën pensionin shqiptar. Ne do shihemi pasi të marrim sot pensionin shqiptar mbas 5-6 vitesh përsëri për të bërë pensionin italian. Okej, mund të na lesh Ilda. Ka nga Durrësi Ilda? Po. Okej. Mund na lesh hapësirë. Ndërkohë kemi zotin Zak Dushku nga Rogozhina. Na thuaj pak Zak, ke punuar çfarë moshe ke? Unë kam moshën 67, 28 dorë më 67 edhe kam punuar në Itali, kam filluar punë që në Gre pak zëri. që në vitin 98 Po? deri në vitin 2006 punuar në Itali. Në vite ca muaj. Po, 9 vite, 7 muaj. Dhe je 67 vjeç. Po, Sa kohë ke që je kthyer nga Italia? unë kam 15 vite nga Itali. 15 vite. E kuptoj. Pensionin shqiptar ke marrë kur ke Po, qenë kam marrë. 65 vjeç para 2 vitesh. Por jo tek neve gjithsesi sot ka ardhur për të bërë pensionin italian me marrëveshje për pensionet. Po. Me marrëveshje për pensionet. Dakor. Galushnja, Petriti, Nezini, po. Me gruan e vet. Po, edhe unë kam ardhur sot, masi kemi të gjuar për këtë marrëveshjen e shqiptaro-italiane për çështjen e këtyre pensioneve. Dhe erdhëm se pensionin shqiptar ne kemi marrur për para 2 vjetësh, po sot kam ardhur për pensionin italian. Sa vjeç je Petrit? Jam 67 vjeç, po jam si për 70. Jen ka Galushnja atë. Po, vi nga Lushnja dhe shpresojmë që Sa vite ke punuar në Itali, sa i qora? kam punuar 10 vjet Po. me letra, me dokumente, se kështu kam shumë të 13 vjet, por shikojmë tash se Sa do na dalë? sa do na dalë. Qa moshe kishe apo e pyta një? Jam 67 vjeç, i kam 67. moshur 67 vjeç. Në fund të maj. Po bashkëshortja, kur i bën 67? Bashkëshortja moshi 67 në 2 mars. Kjo do vi në marsin e vitit 2006, Po. pas ca muajsh. Po, Pas ca muajsh do i vi radha dhe bashkëshortes, po sot e kemi punë vetëm me ty. Okej, Po, shumë faleminderit për sot prisës kemi arte rezultate. Jemi në moment që po bëjmë kërkesën sot. Po. Falenderimet kur na vi pensionin në bankë, që do jetë ndoshta një intervistë tek pasaj moment që ke ardhur rezultati Dakor, pozitiv. jemi Sot jemi shumë- vetëm ditën e aplikimit. Jemi Mirë, shumë dakord mirë. dhe shpresojmë që Për të më eci të për mirë. mirë. Po. Deri tani të thënë drejtën, jemi në muajin tetor të 2025-s, kanë dalë vetëm 2 përgjigje pozitive për një dursak dhe për një tiranës që e kanë marrë pensionin italian, por avash him si po i kthen përgjigjet tani, se po bën rreth që nga momenti që është bërë marrëveshja u bën 3 muaj e ca, 3 muaj. Heqim dhe muajin e gushtit që është Ferragosto, pra 2 muaj të themi, kanë dalë 2 përgjigje. Nga dalë do filloj të dalin njëra pas tjetrës përgjigjet, të cilat se ka një fluks aq të madh pune sa se mëni do të më mand. Aq shumë emigrantë që aplikojnë në Patronato Inas Qizli në Itali, në Shqipëri, në patronato ndryshme, tek INPS-i, tek ISSH-ja. Domethënë është një rrëmuj aq e madh, domethënë Po, është një fluks aq i madh sa dhe përgjigjet nuk mu dalin ashtu flash, shumë shpejt. Pra minimalisht do 3 muaj, po përgjigjet mund shkojnë edhe deri në 1 vit. Do me thënë, ka që dalin dhe për 2 muaj që i doli dursakut, por mund dalin dhe për 3 më shumë. Që durim në këtë rast. Okej, mund ta Të mbyllësh presim kamerën? më të mirë. Të presim më të mirë.